Keni dhimbje veshi, ja si ta largoni ato me hudhër sa hapen syt. Përbërja e hudhrës ka treguar efekte të mëdha në shërimin e shumë sëmundjeve. Kjo bimë mund të shfrytëzohet edhe për problemet në vesh. Mjafton vetëm një thelpi hudhër të qërohet dhe të pritet në mes. Nëse vuani nga dhimbja në vesh apo keni shumë dyll dhe ju paraqitet shpesh, vendosni gjysmë thelpi hudhre në vesh, por mos e fusni brenda. Kujdesuni që të afroni afër vrimës së veshit të ashtë të quajturën zemrën e hudhrës. Përparësitë e hudhrës do të ndihmojnë të qetësohet dhimbja e veshit, si edhe të zbutet dylli i mbledhur në mënyrë që të hiqet me lehtësi. Aplikojeni këtë para se të bini për të fjetur, duke u kujdesur që të mos hyjë brenda dhe të nesërmen ju do të jeni shumë herë më të lehtësuar. Por para se ta përdorni, ne ju sugjerojmë që të konsultoheni me mjekun tuaj.